27 vjeçaria Jetë Leshi nga fshati Kishaj, i cili u shpall i humbur ditën e diel, është gjetur pa shenja jete ditën e djeshme nga grupet e kërkimit në malin e Pashtirkut. Njeriu ishte larguar ditën e diel në mëngjes nga shtëpia për të shkuar në mal për të prerë dru në pyll, por gjatë kthimit ai ka humbur kontaktet me familjen. Rreth orës 17, familjarët e tij denoncuan se kishin humbur kontaktet me të. Në këto kushte, babai i të riut bashkë me 3 xhaxhallarët e tij kanë dalë në mal për ta kërkuar, por janë ndarë në drejtime të ndryshme dhe që prej orës 2 të mëngjesit, familja humbi kontaktet edhe me baban e 27 vjeçarit. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e policisë kanë nisur kërkimet në zonë në bashkëpunim me emergjenca civile dhe banorë të fshatit dhe pas disa orësh e gjetën Rizau në malin e Pashtirkut në gjendje të rënduar fizike dhe psikologjike. Kërkimet më pas kanë vazhduar për disa orë për gjetjen e 27 vjeçarit, si nga toka me anë të forcave të ushtrisë, ashtu edhe nga ajri me asistimin e një helikopteri të forcave të armatosura. Asistim ka patur edhe nga ekipi i kërkim shpëtimit malor i Kosovës, që ka bërë të mundur kontrollin me drone të malit të Pashtrikut, ku i riu humbi. Pak minuta pas gjetjes së babait të 27 vjeçarit, grupet e kërkim shpëtimit kanë gjetur edhe trupin e të riut pa shenja jete, i cili me shumë mundësi ka humbur jetën si shkak i temperaturave të ulta që mbërthyen vendi mbrëmjen e së dielës. Megjithatë, do të jetë autopsia ajo që do të përcaktoj shkakun e vdekjes së 27 vjeçarit.